Tibet. Pse Tibet? Po, emri im e ka një histori interesant. Emrin tim, babai im e ka vendos pasi që isha fëmija i dytë, domethënë djali i parë në shtëpinë tonë, ishte me të vërtetë një gëzim i madh. Edhe babai im kishte vendosur që emri im të jetë Tibet, me qenë se ai ishte i njoftuar me historinë e popullit Tibet. Kështu, emri Tibet ndërlidhet edhe me Kosovën, i cila ka qenë me të vërtetë e vuajtur gjatë shumë kohëve. Po edhe populli Tibet, edhe shtetit ose vendi Tibet, ishte edhe është ende i vuajtur, domethënë që kërkon një liri nga një pavarësi nga shteti kinez. Me emri im Tibet është interesant se shumë njerëz bëhen kurioz me pyesin nga ky emër, ka e morë këtë emër. Unë jam gjithë në përgjithësi me njerëz njoftoj se si ka qenë historia, si ka ndodhur që babai im të ma vendos me emrin Tibet. Ky emër bëm në disa raste, ka qenë një rast kur mbasi erdha mas një kohë të gjatë, erdha në qendrën e Zvicër, edhe dëshiroja të takoj familjen tim. Në aeroport isha me të vërtetë kisha valigje shumë edhe ofruam të dorëzoj bagazhin aty, kur aty ishte një vajzë, të dorëzoj bagazhin dhe të dorëzoj pasaportën, kur ajo vajza po merr po qeshën, me të vërtetë kisha pagash pak shumë qashtë, nuk është lejuar ajo punë. Aja po qeshë dhe për vjen shumë mirë dhe po më faleminderon mua, në vend që të falenderojnë atë, aja po më faleminderon mua, thonë pse po falenderon, çka ka ndodhur? Tha mu po më vjen çudi se është hera e parë që këtu takoj shumë njerëz, por është hera e parë që takoj një njeri që e përfaqëson, që e mban, që i jep, që i bën domethënë vendit tim Tibetit. Më të vërtetë ishte një rast i veçantë. Edhe në kohët e fundit tash ku punoj kam punë shumë me klienta. Edhe emri im është i vendosur përpara, sikur është i vendosur përpara, por shumë njerëz më së pari më shoqërojnë emrin, tani fillojnë të bisedojnë me mua. Po në nga një bëj shaka dhe e fshej emrin, por më të vërtetë ju intereson se nga ky emër nuk kemi dëgjuar se emri Tibet. Unë me gjitha mundohem nga pak t'ja u sfjegoj emrin e historisë, emri Tibet. Një rast tjetër që ka bërë përshtypje domethënë ishte kur vendosëm me gruan time, e cila quhet Indira, e une domethënë Tibet, dy emra aziatik, të cilët avokati pasi shiqon dokumentat, fillon të qeshtat, që është e mundur kjo punë. Me konkurs, me pas bo, nuk kishin mujt mu taku dy njerëz me dy emra aziatik, Indira një emën një ish presidentet e Indis, Tibet një vend shumë i cili është i vuajtur në kohë. Edhe kjo ishte një rast shumë interesant. Pra mu emri Tibet me vonë më ka bo përshtypje, edhe më ka interesu, edhe e ka pyet kohë pas kohë edhe prindin tim, babain tim, pse kishte vendosur të ma lënë emrin Tibet. Po emri Tibet ka domethënien që është kulbi i botës, domethënë rrafshlarta me larta në botë. Kështu që edhe për prindin tim me të vërtetë ka qenë një kulbi i botës, ka qenë një gëzim shumë i madh, pasi isha fëmija i dytë, djali i parë. Prindit e mi ishin shumë gëzuar, edhe kjo ishte një ndër dëshira babait tim që të kemë në sot këtë emër Tibet, të cilën shumë babain tim shumë herë e kam faleminderuar që ka vendosur të kemë një emër i cili është me të vërtetë ka histori të lashtë, histori të vuajtur. Por unë mendoj që
shumë jam i lumtur që kam këtë emër dhe e kam falendëruar edhe babain tim që më ka lënë këtë emër Tibet.